Është e treta ditë radhazi që zona e Obotit në njësinë administrative Ana Amalit vijojnë të jetë përmbytur. Pavarësisht se niveli i ujit duke se ka rënë, shumë toka bujqësore vijojnë të jenë në pushtetin e ujit. Rruga që do çon për në fshatin e Obotit është bllokuar plotësisht prej disa ditësh, ndërsa banorët e kësaj zone detyrohen të lëvizin vetëm me mjetet e ushtrisë. Zona e Obotit në njësinë administrative Ana Amalit vijon të jetë përmbytur. Është dita e tretë radhazi që kjo zonë është nën pushtetin e ujit dhe kalimi është tepër i vështirë, ku vetëm mjetet e ushtrisë mund të kalojnë në këtë zonë. Pavarësisht se niveli i ujit ka rënë në krahasim me një ditë më parë, përsëri shumë sipërfaqe toke ndodhen nën pushtetin e ujit, duke u shkaktuar dëme të shumta bujqësore pronarëve të këtyre tokave, të cilat i kanë të vetmet burime për të siguruar të ardhurat e tyre. Një ditë më parë, kreu i njësisë administrative Ana Amalit Arben Ceni u shpreh se ndodhen 800 hektar tokë në ujë, por këtë të martë, sipërfaqja e tokave në ujë është rritur ndjeshëm, pasi uji vijon të vërshojë drejt tokave bujqësore, edhe pse nuk raportohen shkarkime nga hidrocentralet. Situata vijon të mbetet e njëjtë edhe për banorët e kësaj zone, të cilët lëvizin me anë të mjeteve të ushtrisë. E vetmja shpresë e këtyre banorëve që uji të largohet është të mos ketë të rreshje shiu në ditët e ardhshme, pasi nëse një gjë e tillë ndodh, atëherë situata mund të përkeqësohet edhe më tepër. Nga ana tjetër, pavarësisht thirrjeve të banorëve për një reagim nga përfaqësuesit e qeverisë për situatën e përmbytjeve në zonën e Obotit, këta të fundit vijojnë të qëndrojnë në heshtje dhe akoma asnjë përfaqësues i qeverisë nuk është paraqitur pranë banorëve të kësaj zone për të njohur me problematikat e tyre.